Shikues të ndershëm, vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Në hijen e besimit dhe jemi tek çështja e veprave që i bën njerëzit tek varret. Veprat të cilat i bëjnë njerëzit kur shkojnë tek varret. Dhe veprat të cilat i bëjnë njerëzit kur shkojnë tek varret, në përgjithësi mund t'i ndajmë në tre lloje. Lloji i parë është veprat që janë sheriatike, veprat që janë të sunet, pra, që janë mirë të veprohen kur shkosh te varret. Kjo vepër që veprohet kur shkosh te varret është që ti vizitosh varrezat sepse ta përkujtojnë vdekjen, e para, e dyta tu japish selam varreve dhe e treta ta lutish Allahun subhanahu wa taala për ta dhe për vetveten. Dhe kjo ndodh në selam. Kur e jep selamin, pra i thua selami qoftë mbi ju o ju banor të varreve prej muslimanëve dhe ne do të vim tek ju, e lusim Allahun që edhe neve edhe juve të na lehtësoj atë ditë, pra këtë çështje kur të jemi tek varret. Me kaq, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë e ka transmetohet se këtë e ka vepruar, pra ka shkuar në varreza, u ka dhënë selam dhe ka thënë Allahu na lehtësoft neve edhe juve kur të vim, pra në gjendjen në të cilën jeni ju. Ky është lloji i parë që është i lejuar. Lloji i dytë është lloji bidat, që është bidat apo shpikje, i cili e kundërshton plotësinë e tauhidit dhe i cili është shkak prej shkaqeve që të dërgojnë në shirk. E ajo është që të shkosh tek varrezat special për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Pra, lloji që është vizita e varreve, që është bidat, është që të shkosh tek filan varri sepse aty që ka varrosur një njeri i mirë special dhe të adhurosh Allahun aty sepse pasi që ai njeri i mirë është aty, atëherë Allahu ta pranon ibadetin më mirë. Ky lloj vizite e varrezave, duke shkuar për shembull tek filan varri special i një personi të mirë dhe duke besuar se tek ai varr Allahu më shumë ta bën kabul duan, ky lloj i vizitës së varreve është bidat. Pra nuk e lut pronarin e varrit, nuk e lut të varrosurin, mirë po e lut Allahun. Mirë po problemi tek ai është se beson se Allahu e ka caktuar që te ky varr ibadeti, lutjet të pranohen. Dhe kur ka ndonjë vështirësi, shkon te varri dhe e lut Allahun, o Zot, ma largo vështirësinë. Ky lloj është bidat. Lloji i dytë është që ta veçoj varrin, një varr të caktuar apo disa varre të caktuara në të cilët shkon ai për të bërë ibadet sepse beson se ibadeti në atë vend pranohet më shumë prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe duke mos e lutur të varrosurin. Ndërsa lloji i tretë është që të shkoj dhe ta lut të varrosurin, dhe ky lloj është shirk i madh që të nxjerr prej feje. Nëse e lut të varrosurin, kërkon prej ti që t'ja largoj vështirësitë që i ka, kërkon prej ti që t'i jep pasardhës e kështu me radh, lën para në të apo lën ndonjë lloj teshe duke besuar se kjo ja shëron atë person, se kjo është shërim e kështu me radh, ky lloj është shirk, sepse është përkushtimi i ibadetit dikujt tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Pra tham, nëse shkon atje dhe e lut Allahun, kjo është bidat dhe shirk i vogël që nuk nxjerr prej feje, sepse është shkak për të rënë në shirkun e madh. Kurse nëse shkon atje dhe e lut atë të varrosurin, atëherë ky bjen në shirk të madh dhe me këtë vepër del prej feje, sepse Allahu i lartësuar e ka ndaluar që të kushtohet lutja apo çfarë do lloj ibadeti dikujt tjetër pos atij subhanahu wa taala. Dhe ky është shkaku që njerëzit kanë rënë në shirk të madh në fillim. Pra Nuhu alayhis salam është pejgamberi i parë që është dërguar pasi njerëzit kishin rënë në shirk.
Nuhu a.s. Pas Ademit a.s. siç thot Ibn Abasi, njerëzit ishin në tauhid 10 gjenerata me radhë. Kurse Nuhu a.s. u dërgua në popullin e tij pasi që ata filluan të futen shirk. E si u futën ata në shirk? Kishin disa njerëz të mirë në popullin e tyre, disa njerëz të cilët gjatë jetës së tyre me të vërtet ishin devotshëm dhe bënin vepra të mira. Mirë po, kur vdiqen ata, siç thotin Ibn Abasi, vdiqen njëri pas tjetrit, dhe njerëzit u mërzitën shumë me këtë humbje, dhe shejtani e shfrytëzoi mërzinë e tyre për ata dhe nga ana tjetër paditurinë e tyre, dhe u dha një propozim, u bëri vezvese. U tha, ndërtoni përmendore për këta njerëz. Te varret e tyre, ku i keni varrozur, ngritni përmendore, skulptura në formën e tyre, që sa herë që të ka përceni te varret e tyre, t'ju kujtohet se këta kanë qenë njerëz të mirë dhe të veproni edhe ju vepra të mira. Dhe këta e bën këtë bidat, pra këta nuk i lutnin ata njerëz, mirë po e bën këtë bidat. Kurse pasardhësit e tyre kur erdhën, atëherë shejtani me ta pra i futi më fell dhe ju tha, prindrit tuaj të cilët ishin njerëz të ditur dhe të respektuar dhe e kështu me radhë, i kanë bërë përmendore të këtyre njerëzve tek varret e tyre që ju të luteni tek ata. Dhe kështu thot Ibn Abasi, ata u futën në shirk të madh. Dhe idhujtarët, besimi i tyre tek idhujt e tyre është i njëjtë siç është besimi i adhuruesve të varreve tek varret e tyre. Ata kur i ka pyetur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pse i adhuroni këta idhujt, kanë thënë: "Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Nuk i adhurojmë për tjetër pos që të na afrojnë tek Allahu i lartësuar, që të jenë ndërmjetës mes nesh dhe Allahut. Dhe të njëjtën gjë e bëjnë adhuruesit e varreve tek varret, thonë këta ndërmjetësojnë tek Allahu. Ne u drejtojmë lutjen atyre, e ata pastaj ndërmjetësojnë tek Allahu që lutjat na pranohet. Ky pra është shirku i gjithë mushrikëve gjatë gjithë kohës. Idhujtaria është kjo. Pa marrë parasysh nëse dikush mundohet që ta mbështjell me petk të islamit, ajo që bëjnë disa sufi ekstrem tek varret e evlijave dhe ajo që bëjnë shijat tek varri i Aliut dhe Husejnit, e kështu me radhë tek varret e tyre, kjo është shirk i madh që të nxjerr prej feje, dhe ata njerëz nuk janë musliman. Ata njerëz nuk janë në fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata nuk janë në fenë islame.